Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Sot kam të ftuar një person që e njeh shumë vite, po moti se kom taku shikues, bëhet fjalë për Strellën. Nuk përfundoi në Evropë. A nuk i shkoj, a nuk ja dashti, a çka ndodhi, do na tregoj ai. Kur e mora në telefon, po më tregon ta unë kom përfunduar në Franca, shkollën e gatimit, thash për me e kia. Pas ke qa? Puna me rancia në kjo ardhë unë Strellë. Po, për që shto të rëmë kurdush. Më thema herët që peqet ju bogati për me bo një podcast. Ne 2-3 shikues, mirë mëngjesi gjithëve, ka do që më në ndesh në këto momente, po ndjehem te e çuditshëm sepse sot s'kom toke. Jo me trafshta, edhe po më duket vetja shumë e shkurt. Po, adin thash, rahati mora toket me veti, po thash adin qka, po ri me trafshta sot shikusa, tama, ptit e djel, knaci, ko me gatu, sot e kom maleta, pa toke me gatu. Krejtë në fillim, po du m'ju thonë mirë mëngjesi shikues, nga loqka e shpitrit zemrës, nga do që përna ndishtë në këto momente, knatësi që po takomi edhe me një epizod tjetër shikues. Faleminderit diaspor që jemi Shija e anës dhe Klan Kosovën, na ndiqni tani live në kanalin tonë zyrtar Shija e anës në YouTube. Bëjeni subscribe shikues ju që nuk e keni bë, dhe kështu mund t'ju dalin ko pas kohe në kanalin tonë zyrtar në YouTube të Shija e anës recetat, intervistat. Krejt recetat që janë gatu deri më sot tek Shija e anës shikues plot këto 4 vite janë receta të cilat janë të shpejta, janë të thjeshta, si u marrin kohë, janë mbi të gjitha të shishme. Po du me falenderu këto momente, Cakin shikues që e kemi me ronin këto, falenderit Caki. 100 sane i ka Caki, tëk, 4 kamera. Që ditë nga ka njerë që së haron me lëshme kamera, s'ka me Caki. Tulipan Flower Shop. Sot me të rëndafilat të pembe, si me ngjyros rëndafilat, me ngjyrat ujit. Tulipan Flower Shop shikues e gjeni në Instagram dhe në qendër të Prishtinës në rrugën Recep Luci. Jana i supi shikues e gjeni në Instagram, tash është koha e dasmave, maturave. Shkoni te Jana, e gjeni në Instagram Jana i supi, një super talente dhe Dashi Krasnishja. E kishim Dashin në emision, i pata madredha flokt, a besoni shikus 5 ditë si pata lo flokt, edhe veç i ko majt leta, nuk e kisha idenë që shmi ka prej flokt. Edhe Dashi shikues e ka majt fjallën. Tash mos ma hup gjatësin. Edhe pse jam ferinat herët mëngjes, e harova krahnin, mu kam prish, po ju them që flokti kom fenomenal. Atëhere, sot kemi si gjithë një super tëftuar, por fillimisht. Është koha që t'i përshëndesim gjitha ta që na mbështesin, duke filluar shikues nga Ciao Berto, krejt ju që po bleni shtëpi, ose do ta renovoni shtëpinë e juaj, e janë në Ciao Berto, made in Kosova, dhe porositeni kuzhinën e ëndrave të juaja. Po ashtu gjeni edhe teknikën franke, teknika më e mirë. Ndash besoni, ndash mos besoni që 4 vjetë e përdori shporetin e njëjtë, nuk e kemi ndru shporetin e nda, dhe punon raket shikues, e kemi franke. Ujë Tepelen, ujë më i mirë shqiptar shikues, të konsumojmë produkte vendore. Me zis po pres, që t'pi ujë se
sot s'kom pi mjaftueshëm ujë dhe po e vrej që mu ka tha fyti shikues. Çka do të gatuajmë për të ftuarin ton? Për të ftuarin ton do të gatuajmë një oriz. Orizin e famshëm Venere nga Skoti. Isha në disa markete për me lyp produkta. E keni pa që është kur shkojmë në për markete? Do të me shku 3 markete me i gjetë produktet shikues. Ja. E kemi basmatin, e kemi me kokra të zeza, ja këto, e kemi me kokra të zeza dhe të bardha. Por unë mendoj që shkoj me këtë tip, parboiled, i parazier, do të na zihet më shpejt dhe e kemi kokra e shihni dallimin. Pra e kemi basmatin të hollë dhe këtu e kemi kokrat më të trasha të verdha. Do të shkoj me këtë që të na merr kohë më shpejt shikues. Dhe anasht do të pjekim filen e pulës krokante, do t'ja vendosim orizit sipër. Për këtë do t'a gatuaj këtë oriz, e keni pa në promo, sot kam të ftuar një person që një shumë vite, po moti se kom taku shikues, bëhet fjalë për Strellën. Tash Strellë lutna që shiki jamrin e vërtet, ma shkrujti fillova me qesh, tash s'ka shanca. U detyrova me t'hin telefon, tash me të vërtet e ke emrin kështu? Po, tha, unë jam këta për mos e përmen, okej. Nuk po e zbuloj shikues se cilë është emri i vërtet i Strellës, sepse do të na zbuloj vetë ai kur të vi këto. Në vitin 2015 në Koha Vizion, ai pat realizu në një emision me emrin Nrjet, në apostrof Nrjet. Bëhe fjalë për teknologjinë e fundit, edhe unë kam qenë pjesë e këtij projekti me rubrikën e teknologjisë, kam qenë tejet entuziasti që pa ta bu pjesë e këtij projekti, tejet interesant dhe inovativ për atë kohë. Përndryshe Strella pas luftës ka jetuar disa vite në Londër, pastaj në Angli, në Londër, në Francë, në Gjermani. Por është në Kosovë, nuk përfundoi në Evropë. A nuk i shkoj, a nuk ja dashti, a çka ndodhi, do na tregoj ai. Edhe kur e mora në telefon, po më tregon ta unë e kam përfunduar në Francë, shkollën e gatimit, thash për me e kia. O ja, tha, unë mendova që po më fton në emision me të gatuj, thash jo, valla, herën tjetër kom të ftu, nuk e pas na di që shikues Strella ka të përfunduar shkollën e gatimit. E kemi gastronom, ka 5-6 vite që posedon një lokal simpatik këtu në Dragodan, me emrin Tilt Radio, sepse për ndryshe Strellën e kemi edhe gazetar, rreth 20 vite ka punuar në radio në Urban FM. Kur e thira në emision, tha, nuk të vi në emision, halasëm kjo në lokal. E vërtet, shikus, katastrofë. Po koha po shkonat shumë shpejt që kur po premtojmë, edhe po thojmë po, do të vi, do t'a bëj, shumë keq kur s'po realizojmë, po i thash, hajde në emision, mas e emisioni kemi me shku në Tilt Radio. Shikues, mos e ndroni kanalin, pasi që do të shkojmë me reklama, jo, po vetëm me një reklam. Do të shkojmë me reklamën e orizit Skoti, orizi më i mirë italian në vend. Sot jemi me Venerën, po e quaja orizi shatir. Dhe kthehemi për gatuar të super pjatë. Mos e ndroni kanalin. Shikues, tani është momenti për të gatuar super recetën për sot, ditë diel. Diku shpëton me gatu dielave. Kështu që do të shkojmë një pjatë shumë të shpejt. Sa kena ka ardhur i ngopur edhe une s'është të ka. Kështu që do të gatuajmë vetëm për të ftuar. Çfarë do të bëjmë sot? Do të bëjmë një orizna me 2 gjyra. E kemi nga Skoti, Venere, e gjeni tani në gjitha marketet shikues. E ka marrë parboiled, i parazier, do të na zihet më shpejt. Ja, pra, afro sa kështu me kamerë. Ja, pra, e kemi me 2 gjyra. Pranvera, një pjatë e lehtë, e pyeta të ftuarin për çka je. Sa është ajo për karpaleca, pa ju thonë pas alergjik. Dhe çka shkova bleva pur. Këtu kemi shikues 2 copa të pulës, të cilat i kam vrarë, mirë me çekan. E të cilat pastaj do t'i zhysim në mielin, vezën dhe tërmijat e bukës, do të fitojmë pulë krokane, do t'a prejmë, do t'a servojmë si për orizit. Atëherë, në këtë fortere këtu kam vendosur një copë gjalpë, ja, po thuaj se veç u shkri, kështu që tek gjalpa do të vendosim pak vaj ulliri, vaj më i mirë italian Monini, ja, vetëm pak, ja, mjafton. Dhe këtu kam prej më herët gjysë qepe. Kemi gjysë qepe, e cila na mjafton. Ja, ta fërgojmë qepën tani.
Okej, do të presim derisa të na fërgohet mirë qepa. Ja, kështu. Dhe shikoj se është momenti për orizin. Hajde kamera afër. Ja, pra, ja si duken të kokra, o zë. Do t'i vendosim direkt tek fërterja. Mendoj që mjaftoj. Shumë pak, se di ako vendos edhe një gotë. Sepse thashtë do të gatuajmë vetëm për të ftuarin. Atëherë kemi kripën dhe piperin, do të shkojmë me piper të zi. Ja, kështu. Do të shkojmë me pak krip detit. Ja, kështu. Për me i dhonë pak ma shumë shije, po thëmë po shkojmë edhe me pak majdanos. Ja, kemi majdanos të terur, ja, kështu. A di qka? Vesh edhe pak spec të kuq. Ja, kështu. Ja, pra vetëm pak spec të kuq. Mjafto. Okej, tani, do të shtojmë vetëm pak ujë, ja, kështu. Tani, do ta marrim një kapak, ja, kështu. Ta marrim kapakun, do ta mbyllim dhe do ta ulim temperaturën në mesatare. Por, në të njëjtën kohë, do të fillojmë të punojmë me dy pllaka, do të shkojmë dhe do ta pjekim pulën shikues. Ja, po e marrim një fërtere, por ta ulim pak temperaturën. Ja, po e marrim këtë fërtere, e kështu, dhe po vendosim direkt vaj ulliri Monini. Ja, vaj ekstra i virgjër italian, dhe do ta pjekim pulën tonë. Shikues, këtu kemi një vezë, tani do ta tundim, fillimisht do t'i vendosim pak krip, ja, kështu, krip detit, dhe piper të zi, ja, kështu. Ja, do ta tundim mirë. Okej, shikues, do t'i vendosim dorzat, sepse unë punoj me dorza, në si momente. Pra këtu kemi thërmia buke, kemi një vezë që i vendosa pra krip edhe piper të zi, dhe kemi mielin, po shkojmë kështu, me radhë. Ja, do të krijojmë një pulë super krokanta, në fund do ta dekorojmë orizin me të, ja, orizi pozijet, fenomenal. Okej, ja, po e marrim një copë, dhe ta ngjyejmë të mirë, ja, kështu. Tani do ta kalojmë tek veza, ja, kështu. Dhe direkt tek thërmiat e bukës. Tani do të shkojmë edhe me copën e dytë, pra do t'i përsërisi miell, vezë, dhe thërmia buke dhe i pjekë. Ja, pra, nga mielli, ta kalojmë tek veza, ja, kështu. Ma afër dhe ta ke keq për një hajde, kështu. Një sekundë. Shumë e hjove, lërë rogë. Ja, dhe thërmiat e bukës. Ja, kështu. Ja, pra, derisa të na pjekë këtë pula, ta shojmë si i kemi punët me orizin. Ja. Tani, do të shkojmë duke shtu vetëm edhe pak ujë. Po thuaj se na është zi. Wow! Sa mirë na është pjeka.
Ja, dhe orizin e kemi pothuaj se gati. O, zot. Fenomenal. Ok, shikues, pula na është pjek, do ta ndalim shporetin. Orizi edhe pak është gati, ja. Fara arome. Ja, ta marrim pulën, ja, kështu. Ta vendosim tek rrosa. Shikues, ja pra, pulën e kemi pjek, duket fenomenal. Tani do ta prejmë në formë të pjatë. Ja pra, nuk do ta prejmë kështu, nuk do ta prejmë as kështu, po do të shkojmë pjetas, ja kështu. Ja kështu. Ja pra, ja kështu. Shikues, ja pra, pulën e kemi prej, në mani copë. Sa kjo? Hajde, sa kjo, shikues. S'po di. A peshk? A pullë. A sa kjo? A në të gjatë të topë, A e mirë? Krokante, shikues. Orizi, pëthuaj se na është bërë. Kështu qa, koha për servim. Wow, ja, kjo është super orizi, shikues, venere, ja e ka thit komplet ujen, ja farë kokra i kemi, ja, hajde me fokus, ja, çfar kokra i kemi, wow, no comment. Okej, po e marim një pjatë, ose po i marim dy, hajde, po ha e dhanësh, të spajtë. Ja, pra të vendosim pjatat këtu, do ta largojmë, po e ndalim shporetin, orizin e kemi gati, kemi krijuar një super oriz, ja kamera të lutem afër, ja. Wow. Nuk kam koment. Ta marrim një lugë më njerë. Wow. Ja, ta vendosim direkt në pjatë. Hajde edhe pak, shikues. Ja, po edhe pak. O, sa mi përduke. Tani, ja, e kemi pulën këto. Vetëm ta largojmë pak këto. Ja, një sekund. Ja, kështu. Ta lem pjatën këtu, do ta marrim pulën që e kemi prej dhe do ta vendosim tek orizi. Ja, po e rafshojmë kështu pak me pincet. Sa mi. Ta vendosim pulën që e kemi prej më herët. Ja, kështu. Shkojmë edhe me një copë. Ja, pra, kjo është pjata të sot. Wow. Kjo është pjata të sot, shikues. Oriz de venera, pula, mamma mia. Shikues, po e marr një lugë, se këtu ka oriz veç për një lugë, do ta provojmë, por kjo është pjata për sot. Oriz de venera, parboiled, na u zi shumë shpejt, po duket e mirë, e kemi edhe pulën, shpresoj që të ftuar i strellës do t'i pëlqej. Sa s'na ka strella, hajde ta provojmë këtë orizin, ja po e marr me lugë, 2 lugë pas na, shikues. E provoj. Wow. Zilja. Është strella, shikues. Po shkojmë. Po e hapim derën, ndërsa ju, mos ndrani kanalin, bëjeni këtë pjatë dhe do më falenderoni më vonë. Po e marr strellën. Unë zburon ana. E paske qa? A e mirë?
këtë orizin, e kum pa dhe hera tjera. Po s'm ka ra zakonisht me... Se du gatu hala, ha? E kum gatu, po se kum preferu shpesh me... Po për një me koka një. Po përshë sa ma ndryshe i ka kukrat, kërsasin. Edhe po përqen që është Që mere me pulin bashkë, shtu. thuja se al dente. Grazie. Në ndryshe orizit i kom vendos përveç qepës, pak majdanos tero, dhe tash ati qka përshkojna me pak spes të kuq, plihon, biber të kuq. Pse e ka dhoni fan gjyre, edhe plus e kemi orizin shatir, plus strela shikues, e ka përfundu shkollën e gatimet, ta e ki dito janë ta pu ki harmu. Po dhe kom menohë fillim që kime mështi mu me gatu. Po dhe tash edhe unë, po tash sekundit, po herën tjetër. As për qafoj fillimisht, kom pa moty, mirë më nëgjese. Në gjë e keq javën e kalume që s'ko mujtë Ska marrë. lidhje. Bile halojam pak si me një kallë. Në pa s'prish punë, po... Jo, ta ma puna, me rancia në kjo ardhë unë strel. Po, Me rancia se ka ardhë unë ke thonë mas hasa. Ta onë, ta lëm jëm ta. Po da të kom premtu i ta shumë faleminderit më sanita se kena me të shnosh në një emision. Shto të rëmë kurdush. Shikus, edhe pse jemi një qytet, strelë se kom pa mote, apo më duket kinë se jemi pa dje, pësë është e vërtet, se jemi pa shumë mote. E pyta mërë tash, a e kënis me lujë flok të qka, se më japë njësë më të shikus, ta jo, ta nuk i pëmdis ta halo. Moti që jemi pa, po duke shumë mirë. Dikurun e pjesë e emisionit të ndër në rjetën po a vizion, për mu ka qenë privilegj, mu më patë pëlqy shumë ajtë projekt dhe teknologjia, gjithë të të shkojnë me qenë ma in, po është pjesë e jetës sonë, nuk mundëm me përparu e ki pa Ta shpeshom, që ka dash me thamë GPT-a, AI, bravo, që ashtu. Kemi shumë për me folë, po apo gatun, po me intereson apo blin. Po gatun. Apo gatuj? Unë zgudzej me bleshëm, unë zgudzej me angër shumë në hale, për shkak se jam allergjik në shumë produkte. Më tha, jam allergjik në karkaleca, u kryta shpulgo me të bo. Që ata tani as peshk, për shembull në restoranet peshkut, më guxoj me hongër peshk, për shkak se përzhitin njëjtën skar, ku i përzhitin edhe karkalecat, edhe më thon tani në yndyrën e karkalecave edhe peshku e bën. Bravo. Kështu që peshku zakonisht kur du me hongër peshk, e blej e gatuj vet. Okej. Sidomos në Shqipëri kur shkoj, i një ato pazaret e peshkut, edhe pse unë jugun e frekuentoj shpesh, tani shkoj në Himar, i ngjo marketat, shkoj e blej peshkin e freskët, që skarën kështu nëpër kampinga, edhe marrë peshkun vetë ose diçka. Po edhe sene tjera, shumicën e rasteve se sidomos to erzat që janë, jam allergjik gjithashtu edhe to barishtet e ulta që quhen. Për shembull magdanuzi varët, kush nuk kushta se. Okej. Kështu që jam kufizon pak, po shqyqyr që di me gatu edhe si bi pishmankur, atë spritoj me... Okej, kemi me folë shumë me strelën shikues. Strelë, po shkojmë një reklam, ti marrë në kariga, du të ullemi ka me hangër për shefi strela, po t'alo tyli për marketingu të aty shikuse më sa ndre kanalin se këtime shumë shpejt. Po pra, marketing. Shikues, rikëthyje me shijen e anës, ju që sa po jeni zgju, sot kam gatuar një oriz venere nga Skote, shatir për në se edhe i bardhe, se jo fort i bardhe, ma i verdh, i zi, ta shobo i kuq, i portokall, se i kemi shtu pak spes kuq. E kemi bo një file pule krokante, me mua ashtu strela, një mik, një ish koleg, se kom taku moti, jemi në qytetin e njëjt, turp si kom shku halon lokal, ta onë da pëmësi në emisiona, tja lësëm kjo në lokal pa zvi. Tash hajde, se vas emisionin shkojmë lokal. Ki premtu që vjen mas emisioni. Edhe i kom premtu edhe kom në shku shikus. Faleminderit që e këtu strelë, knaqësime të pas. Jo, knaqësia e jamja që po të shoh dhe e di që ma të je të marrë me këtë projekt. Edhe gjithë më ka pëlqyu, unë thash edhe fillim, ko menu që po më thirë për me gatu, kër më thati jo, tha, ko me të marru me hongër, thash edhe ma mirë, thash, mos më marrë me gatim se marrova 4 dite. Po edhe smuto shiku se për vrej që menzi po mbushet me frymë, s'ko me të lodhë, ko me tentu, mos me të lodhë. Se më tha, kemi menale emision me marrë antibiotikon, gjithsesi, për sa minuta e ki antibiotikon? S'ka lidhje me sasë. S'ka lidhje, okej, s'ka lidhje. Sot ta kom bo një oriz me gjysë qepe, kemi gjallë, vaj ulliri, edhe orizi ka krip piper edhe spes të kuq. Nuk po di kjo speci i kuq, po na shojnë shikuesit. A ide e mirë, se është hera e parë që e pregadita në këtë mënyrë? Jo, i shkon, edhe plus kja kur djegët speci i kuq, e bën ma mirë këta turqelit për shembull dhe përdorin shumë edhe në mëngjes i bëjnë këto specin e kuq, ose biberin fara që i thojnë të na, ose biberi speci vargut që e kena na, ata e bojnë me gjallë për përzhitin, edhe i qesin vetë në sy,
edhe anqashtu që është shumë e shishme, po zakonisht të na se kam përdorur shumë, se është shumë i ronë, edhe pse na shumicën e ushqimeve kena i turgjëve. Qa është qore piren, kur e bëj e kom su prej familjarve, gjalpën e lo mu boj kaftë qelë shkumën, edhe gjys, po një lukë biber të spec të kusht mesme, edhe e shkumën e sipër ajo zotë Edhe e ke drejt knaqë. shpejt. A e mirë strela, me gatu që gust ajo. Qështë mos me gatu, është veqa kam vakt. Shpejt vot kjo zhigust, që mu ka njërë se një copë, hajtë sa ke mere pullën. Mere një sopë e fundi, sa ke. Se unë e mora ma erët që kus pjatën, thash po e mbushi, po harova që veç për strelën, këmo sa ke mere? Mere. Dë bëf mirë. Bëf mirë edhe ujë. Shikoj që ujë të pelen, ujë shqiptar, të konsumën produkte vendore. Strelë, a ki lokal produkte vendore? Po. A ki pi ujën të pelen, a i Po, mbështet? ujën të pelena e kam ujën me gaz. E që më ka bo përshtypje, shishe me dizajn kajpërt me gaz. Kemi mësu gjelbërt me i pa. Prej që e kom qelë që 4 vjetë gati ujën me gaz e kam të pelenës. Se më pëlqen shumë edhe nuk është tiron. Janë disa uja që janë shumë tronë kur t'i penë. Unë i vrej, nuk e di, dikush si vrej në ujat, kujton që janë këtë ujat njëtë, po unë i vrej, të mos t'i përmeni me emra, mos bëjnë reklama, po unë i vrej ujat cili është cili me qitë shumë gota, e di për afërsisht, cili kurse i tharpti, ose me gaz i të pelenës, është shumë i mirë, që 4 vjetë e kam ujë me gaz të pelenë. Jo, këta po me gaz. Okej, super. Për këta natural kam kontrollat me dikon tjetër. Strela për në që se ka një vajzë, dhe vajza e ka emri? Morea. Morea, o sa e mori bukur. Më e bukura Morea është ka nga me vjetër Shqipe, Bravo të qoftë, sa e mori bukur. Morea. që lidhet edhe me muzikë. Bravo të qoftë. Është 10 vjeçë shikus, tek për një gjanë strelës. Po më intereson, me që se ke përfundu shkollën e gatimit, qka i pëlqen vajzës që të kërkon prej te me gatu të të bajba me bëma? Ajo ka qef në është da u mësu të më pa, se mu ma kona për shemë në ushqimin azjatik shumë. Për shemë këto ramen të japonezve, tani fried noodles, fried rice. Djeksa, për shemë harova shikus të është djeks me abo. Ajo sidomos ushqimet azjatike s'bën pa konë djeks, është ata dhe desertat i kanë djeks. E ajo u mësu me ato, edhe janë shumë të shpejta. Shpesh rina bashkë, tani jo kohën, unë me shku në punë, jo ajo në shkollë, jo diçka. Në gjithë të mlyp, ose noodles, për shemë ja kona shumë, po kjo ramen që botë si supë, si me nivodzime, me... Ato ja kona shumë, edhe këtë tjerat që ato në masë. E, për ty që është ushqimi preferu në strelë, për na shojnë që i kues në momente? Krejt ushqimet azjatike. Për shemë ato i bëj gatuj me qef. Bravo, tradicionale? Edhe i ha me qef. Tradicionale tona da? Që të pëlqen? Mish, këngjë, tavë, Okej. me pire që dhe ti me herët, ose me kompira shtypt, ose patate. Patate. A i e ka brumat? Jo, Jo. Ja. S'pëlqen pitja, bureko? shumë pak. Për shembull burek harroj kur ha. O, apo ndronë me bre? Mantia harroj kur ha. Veç nëse e shot dikush kur më hypën kerë, sidomos kur udhtojnë jashtë dikon. E dikush nalet dikon, e veç i ka marrë një 15 mantia dikon, e marrë një për me aprish cigarës që thojnë. Unë e kom e thonë me hangër qëtësi, shikoj se ta lef që të ha pas kamerave, na ka ardhë unë s'ka hangër gjithë ditën, plus e ka edhe antibiotiku. Unë edhe të këthejme pas marketingut, këtu, hajtë, hani herë, hani. Po vazhdo ti unë furi edhe të hangër me. Po, dhe mire, ka se vazhdo. Veç boks mirë. Se këtu e keni dhurat një voucher prej Ciao Bertos, 20% ullje, kuzhina, e ki Magniflixin dyshekon, na i kari, na i fotele, qatë dush, e ki pa Unë fat. thash ma herët, shumë falenderit edhe për te edhe për Bertos. Shankeritat që do mos më pëlqyjnë shumë. E kisha idenë për lokal, po plus kur ma përmenet që këta mujnë më marru edhe tjera dhe me porosie me kësi, kështu që nuk ka me zgatë shumë, unë e vje shfrytëzoj këta. Super, Made in Kosova, shikoj si japim edhe një dhuratë strelës, sepse do ta lëm që ai të ha në qetësi. Çfarë dhurata tjetër, në fortere? Këtu ke një çantë me produkte. Në fortere, me fortere, po, fortere jo, po. Ja, i ke një prej produktet më të mira italiane, e ke edhe orizën, e ke monine, e ki pastat garofalo. Këto produktet e ekstra, po. Produktet i gatëm në shpe. Që unë ishtim pun këto. A ishte në pun? Po. Kisha pasë që kësë pas strelën të gatu. Po, a beshe? Më me ta bo një histori të shkurt. Po pse jo, kisha pas qef, dhe herën tjetër të aftojmë në emision që ta gatuaj. Strelët po të lojmë me hangër, do të kthehemi pas marketingut. Kemi me fort shumë se mi pa shumë moti. Ka disa ide, një prej tyre, një podcast nga Strela do të na vija rreth 20 vite, sa punove në Urban FM?
Po afër që aty dikon është. Tash me kjo puna pandemisë, më ka hup një farë barabari. Kurse di që ato 3-4 vjetë pandemi, sa u konë 3 vjetë, sa u konë 4, sa u konë viti, sa u konë viti, që e ma ka hupak. Po zakonisht deri një 2 vjetë para pandemisë, prej vitit 2004, që i bjen që të 7-18 vjetë, 16 që të dikun, po bëjë. Së shpejtë e mikrofon të shumë. Mërmali, është i vetë me sen që mërmali me, se unë edhe jashtë kur dalë, kurs muzikën kërë nuk ngojtë CD-ja, se të ditën lokal me muzikë, të morë me. Se të mos në kërë kur jam ngoj radio. E ka magnetofonin, shikus lokal halas kom qenë, po e kom pa e ki shumë vajna dhe ki. E shë. Mas pak shikus, në marketing po lojë më hangë strelën, këteve më së mërë një kanalin. Që mua më bëft një ruj të pelin. Që ashtu prije, tani mere me oriz. Shikues, u rikëthyem nga blogu i marketingut, me mua sot është Strela, të cilin, e ku pyet ma herët parë në emision, Allah ile që shëki emrin. Ta shikus nuk dhe t'y tregoj disa të ma vjen Strela këtu dhe kur më tha, ojta son besohet të thira në telefon, e ti më thë po vëlla që shtu e kom emrin. Që shëki emrin dokumenta? Që ashtu që Berat Goshi. Berat Goshi, më duke. Ti vetëm erët për... Ta shkush është kë? Vetëm erët për Urban FM, me një kolegë që këna punuar të pis fillimit. Dhe asë edhe pa të nërë do letra, do zarfa, kështu që vinë me post me asë. A i këtë që e konë emër tem, që i gjejkë që të ke anash, këtë e që gabim ka nërë. O, deka zë. Unë të pritash, më në do letra që të shtypi presë, të këshur, ta mos janë gjatë e kërë i këshurin e të të qësë. Por këtë për mu janë këto, që shë kitë emërën, e njeri kështë punu ma shumë se 10 vjetë me mu. Wow, ama shumë interesant, asë se kom vitë kurës që ki emrin edhe në vjemrin. Knaci dhe njerë që i dhe shianës. Knaci e me zëmë. A ty të njojnë shumë njerës dhe ti një shumë njerës. Edhe atë që përnashën këto moment të dhënë, që Strela, se pas në pa moti Strela. Se do mos 11 ditës. 11 ditës. Ka që herët. Po, se ke ujkinatës është shikues. Kemi shumë për me folë, thash, rreth 17 vite në radio, e ke pas projekte në këtë vënd rjetë. Një ide shumë e lezetshme, unë kom qenë atë këtë tepër entuziast të shikus që e kisha një rubrikë teknologjisë, u shkrisha, e manë ato kupës, ato kocka që i kemi pas ullëshëm. Se di, shumë prej ka të patar dhe ideja me bu këtë emision me teknologji. Se e disha që po vjeni qëto qatat që tash e këtë, e kom pasi si ndjenë se të jashtë non-stop e shusha që po shkon shumë për para, non-stop teknologjia, po edhe këtë njerës, këtë emisionet, beshin musafirë në studio, e unë në radio të thirë gjithë këtë njerës bizis, me këtë kërkush më ardhë, e më pa do shumë interesant nëse i monton 4-5 televizora edhe i thirë musafirët, atër në atë kohë kom vishë Skype më do këtë. Qashtë? E i thirë musafirët me Skype, edhe ato se është të myjë përkerët ose taksit mu lodhë me ardhë. Ka vakë gjithë kosh për një intervjist 5 minuta nëse ja bëm pishpisa ose ku do që është. Edhe u do kështë shumë ma entertainer, shumë ma e kalaj, shumë ma e qasshme për me plus rubrikat për teknologji. Kish 4-5 kongë që si ka në ide stem të radios, kisha qef me muzikë gjithmonë më konë. Emision shumë i mirë ka. E që aty u konë masi, po u bëkua ta një shkova në Londër masa sajnë me njerë. Ka qenë vitë 2015 këtë projekt, shkues. Qëse këthejemi 10 vite e mrapa, qëka të mungon nga e perius? 2026? 2016. Se di qa janë është të shkuetu, emisioni, mikrofoni. Më the ma herët që pëqet ju bogatit me bo një podcast. Podcast është bo tepër viral krejt botën, po edhe në vendin tonë. Kam fillu të ne me bo podcastet e njerës që nuk janë fare të mediave. Po edhe jashtë e kam bo që s'janë media. Për që ata është podcasti që ka shumë njerës që s'kanë lidhje me media, po ju ka dhezë për shamë ki në Spotify, Apple, ki njerës që s'kanë mojtë kur emision, po qaj është puna e podcastit që ju ka dhezë dhe është të finë. Që që kemi ndu ti, hajde, qka do të kemi nga Strela? Po ne kam lokal për shamë këto record store që shesën plaka vajnët, plakat gramofonit. Edhe janë dikon 2-3 copa në stat.
Edhe ideja më konë për shembull në tiri anën, musafire, edhe me anën s'folëm për zanatën e vetë, për media, për shien anës, nuk folëm veç për çka është, ose është një polic, ose është një politikan, ose çka të që është, po për zanatën e vetë s'folëm. Veç i thamë zgjedhë piket qytyn e pllakave, zgjedhë 10, edhe i kini gramafon për para, e lëshon, edhe më kalzon pse i ka zgjedhë bashkë të 10 pllaka. Edhe i kalzon që qysh me qitë kongë, Madonna, ose jëmë dashuru kërë jëmë konë në shkollë të mesme, ose atë që tani se cila kongë, se cila trek e ka një histori që e shtin ato për mi zgjedhë bashkë ato 10 pllaka, ose 5, ose sa është aja. Që kjo është njona prej që mos të qeli shumë se ta vjedhe në gjinje idin. Ta vjedhe, valla rrëje, po më pëlqen idea për ndryshe, në shtëpi ka magnetofon, gramofon prej babet dhe i kemi një 20 pllaka, prej super artistave, sigurisht e as gjysëm për atyre si ki, po thëmë. Ti thaj ke 3.000, po? Ndoshta edhe ki, po të premtoj, kur të shkoj në shpe... S'ka kur kush krejt. Po, kur të shkoj në shpe, kom e ti gjiru. Gjiro me. Edhe kur kom qenë fëmija, motru nuk ata shty, kom thonë kur të rritemi këto e në të mija. Janë Shqip apo janë tuja? Krejtë të tuja. Amerikani, kom The Beatles, ka plët. Freddie Mercury, top artista, dhe me thonë. Zakonisht ato Shqip që jënë konë për para, që i kanë dëgju për tonë, ato janë sot shumë trolla për me gjetë. Jam i krejtë, anglisht, fransisht, italisht, kometi... Janë trolla dhe janë shumë shtrejta ato. Edhe vja mirë që motra në kanë dëgju, ato janë të fëmijat. Si ka prek, ti ka rujt. Po, i kam shpe, kam qëtë në salon, si dhe kor me librat ka nej të njetën. Po, me nësë po pres me boti podcastin, po t'i ngëllon shumë bukur. Ti e gogja orator. Janë edhe disa të sanë tjera aty, po s'po du mi qelë krejt për minerë, po... E amnin, a i ki menu? Jo. Jo. E ku menu faktikisht, po... Okej. Shikus, Santal. Asa to s'pe kalzoj. Po s'pe kalzoj, jo. Bjangu italian me fruta 100% natyrale, pa shtesa sheqere. Me që se strellën e kemi shumë cool, edhe one sot cool me strellët. Shumë mati është kjo Santalin në trek të namë. Për një me, une e një që 3-4 vjetë? Jo, Santalin e një shumë mati është një lokale ku më pasë në vitin 2004-2005. Me të vërtet? Baraka të kafe të vogla. Për para kam vish kafe vogl edhe kafe. Sa interesant. Santali ku majtë pjetë. Dhe i kam pas do me qumsht përzimi, në kom pjeshk me qumsht edhe që si... Nështë ta pas na pje dhune kom arru, sa interesant. Edhe sot e për maj halop në lokal, po e maj vetëm kremberin. Kremberin e kanë të mirë se e kanë matë idhë, nuk është shumë jamël si kur disa tjera, që kur të miksohet me koktela, sidomos me vodkën, është shumë e mirë kremberi i Santalit. Shikus, jo pëse kom bashkëpunëtor, me të vërtet Santali është super lang, e gjeni në gjitha marketet tona, nga Argo Grupi. Publiku pyet, kanë orë disa pyetje, a e gati me u përgjigjë? Po? A e pive antibiotika në jo? Bashkë që dita po. E pive shqipës antibiotika. Gjatë reklamave. A 100.000... me dita një dhe kur që ka po pyetjet, apo... Jo, s'kallëzoj, por se do të tregoj mas emisionin, si e kureshtar. 100 milion euro, ama kur mos me e prek mikrofonin në botë? Po. Po, okej, edhe one vëlla po kisha tho. Qysh e thojmë pulës në fransisht? Pule. Kallzona, jo rasisht ka kjo pyetje. Po shpesh njerëz ti se unë pata jetu në Francë, shpesh i ngosha njerëz atë, qysh e thojmë pulës ata se deshin, për pule. Elefantit, apet nuk e deshin, për shkak l'elefant. I krokodillit, ata theshin krokodill, thesha jo, Lacoste, se kanë ata. E torë. Ama dikush që të nje... Jo, pe di që ato dikush që për mgjeja ka po. Edhe e ki përdojë, dhe më thonë, okej. Pse strela... Me gjuhën slave, strela do të thotë shigjet. Shtiz i bjen bashkë për këthimi taman. Po. Shtiza është veç aja... Pse strela? Po para luftës, që në rritë natë për para krejt me komunitetit bashkë në për lagje, në për asim. Edhe i kena lujtë këtë sportet në lagje. Basketball, futbol, klikjera, konzerva, që e konë të farë sporte. Proçka, atë në që ka. E në gjdo sport kam qenë në shumë i mirë. Okej. E tani është një tupandri që jetën në Londër. Gargjo konë i Lakrishtos. E aji ma beke gjithë te strelac, atë në që kështë kutë shutan, ose është futbol, ose basketbol, ose ti e strelac me ose. E tani këtë
lagja, se cili njeri ka pas kanë nickname, sikur përpara që ka pas këtë fëmija. Krejt, valla qashti. E tani më pa të mirë për aty, tani edhe mas luftës kam vazhdu me më tjerë. A këtirin edhe familjarë që shtu se berat, goshe, o zë? Shumica po. Kush është ai edhe ne kisha thonë? Shumica po. Për shembull, i kam do nickname që më tirin familja e ngushtë, që apet në emër së më tirin, po më tirin në emra ledha tu bati ose tjera, po për shembull këta familjar pak ma të lartë që janë, që më kanë po në televizor, në radio, më kanë dëgju me asë. Këtë Strell më thëjnë. E vajza? Strell. Strell edhe ajo? A i sot badi? A shef mitje sotit me hem, me i thirin Frederik. Ti ke një vajzë dhe nuk ke një djallë. Si bi pishman. Si bi pishman, jo. Të nash shqiptarë. Atë ka raste që i ka bua dhe 7 fëmijë dhejsa i ka dalë djallë, s'ka hek dorë. Çka do të thotë për ty të kesh vajzë? Po qëra nuk e di, unë jam apat, edhe pse nuk jam pashiri, po asë jam shumë i vjetër për me nëzirë definicion sa e për këtë soj punë. Ka njerë shumë para me që ka bo me gjelle, me qika, me... Po dhe po që do të thotë për ty që ke vajzë? Për mu është shumë dashni me e madhe është vajzën për mu. A i kom po, kështu? Mu për shemëll më ka plotësu komplet. Nuk e muj me para me ndu të shkon djallë që i kështë pas njëtë në dashni, nështë adhe po. Se nuk e kam, po me që ta që e ka jam i kompletum. Bili për shatan është edhe s'kina bo fmi tjere. Qatë shumë që jam i kompletum me to, me ase, është e... Sa të ka ndryshu Morea? 100%. Jo, 100%, mësë të shkona e janës, shakon së të këtu me ty. Jo, i shakon njarës, dikon ku me di qka të posë. Interesant. Jo, a jam kanal, 100 sene, 100... Pas vitit 2000... S'kom najt korë në Kosovë, jo marrë, kom najt kur 6 mushë s'm kanë zonë këtu, të jashtë ktheho, dilë ktheho. Që ty po du munoj? Abdën, ajo kur ardhë, shkova në Anglinë, e ta 2 vjetë dhe vendosa me ardhë vish për to me jetu këtu. Ke jetu në Anglinë 2 vjetë, ke jetu në Londër, dhe më thonë, ke jetu në Francë, Po, pak. Berlin pak. Nëse në Francë kom jetu mas gjatë, gati 4 vjetë, 5... Gati e ke përfunduar dhe shkollën e gatimit. Po. Çka ndodhi? Pse s'u bune kuzhinjer? Pse përfundova atë shkollë? Pave na Londër, aqa? Jo, ajo kon si pahiri. Aha. Në të farë long story, kur para shku në Marseille. Malë shumë mjekër për një punë dhe që ka baba. S'kesha ku me flejt, do të mu paraqit azel faktikisht shumë dikun tjetër. Viti? 99. 99, shqikus, okej. E do të me shku me flejt në kish. Edhe kisha dhe me nga regjistru të ashtë të shkollën, që ishin plot aty njerës si korone. Okej. Edhe ne që të në kanë i libër të madhë, për para me zanate. Sa vjeç ishe? 18. 18, okej. Adin diçka pishti librit. Aty që është mekanik, kejtë zanate të dyjas. Edhe unë e pash, nane në kom pas kuzhinire. Po dhe baba ka dit me, adin 2 vonë symi, amaru veti, do këpurdha në plosh, për shamë kërë i qëtë ke baba. Halane, sot i qas i këta kështu mrapë, i qëtë kryp. Gështenja, që ka qitë baba, ja. Edhe, kërë e pash aty, tash kuzhin, tash tek e fundit, se nana jam gjithë ka punu, baba jam ka punu, gjithë para luftës, kom najt vetë në banese. Gjithë kom hongër vetë, 2 vonë ja përgjit vetit me përshesh, me maru, whatever, këna hongër në buk gjithë. Thash, kur që më zdi, thash, 2 voja zi vjetë, thash, qëta. Tha, okej. E na qunë tani shkollë. Pa e shkolla ka qenë komplet gastronomi. E unë në fund vish temën, ose qatë landën kryesore e japi për shef kuzhine. Që nuk më ka hi korën punë, më ka hi në shpe, po se kom shudzu korë për me hapë restoran, ose me... Ka tërhek, po s'kom darë. Për shamë të na, gatimet që jënë bo atje, kërë pa ta këthyën e këtu 2002-2003, këtu kon këtë tjetër gatim. Nuk ka dhez, më të ku... A i se këtu, isha i japën shumë mas radios, shumë mas asë. Po që më ka hi më punë, më ka hi për shamë gastronomia, se na e kena pas landat edhe bari, që shpunot bari, mixologjia, koktelat. E ato më ka një tani shumë punë, se dhe në Fransë, ku da që më shku, kom punu barmen. Në Berlin ku më shku, kom punu barmen. Në Londër 2 vjetë, kom punu barmen. Qëtë shpi alkoholike ma famë shumë botë? Për mua? Po, që me ndonë që është në botë. Se di, unë jam për Ose viski. koktele. Unë jam për viski. Ke për viski, okej. Po këthejme shikus në fillim viteve 2000-ta? Edhe birën, adinaj që të taj... Të dhe pirolla i kofë qatina që ka zbulu birën. E thëtë, jo, tha është edhe një tjetër, qka tha, i që i ka eron men, tha me shti me ftof birën. E forë që këtë. Këthejme
fillim viteve 2000, krejt në fillim. Kur kish ku për herë të parë ndërmi? 2000? 2005 u konë këtë, 2007-8. 2007-8. Unë 2011. Shikus edhe për 7-8 vjetë, asë një vend tjetër se kom vizitu përveç Dërmis. 2011 pa ta dëgju që është hap një bar me emrin Dar Bar. Do shqiptarë për punojnë aty. Do shqiptarë. Prej Kosovë, jo prej Shqipnis. U bo vendi tepër i famshëm, ma erët para se me i lëshu kamerat qikus. I tha shtrelës se mbaj men, kur ko marrë për e parë 2019, Llogaraja, ajo rruga e ngusht ka qenë atëherë që ti me autobus pa ta shku 12 orë pa ta bot, vën ti shkon sot një jug me 5 orë e gjysë këtë varet sa vëzit, edhe ka qenë aqë ngusht që s'ka qenë 2 kashe, ki mujtë edhe me ra. Edhe mbaj men, kur ko marrë të bari, që e keme na gjuti me Dardan Islamin, së bashko, tërë, krejt drita Llogaraja shikus kështu këtë drita. Krejt Prishtina, këtë Prishtinën, kremi Prishtinët që u shishim këtu premteve, vishin në Darbara. Tregov për këtë super historik simpatik, që ma ndej filloj shteti me ndërhyë, jo jurëzojshin, jo ma nej, jo ma knej, edhe u bot ashtë dërmija një farloj dursi, me kolica e shumë e virgjër, s'ka pas njeri, hajna tregot ti. S'ka pas kërgjur në atë ko, heq, as rrymë s'këna pas, as telefonat s'këna pas. Bile një story pa të më shku me Dardanin në kam, pitri ma dhe s'din dërmi, edhe me të matit ashtë natën për më këthy ka katun jo, në me një farë telefonin dorë. A e theke, s'po su të teke se na u që këja zdi shka theke, diqka thash për lime, thash u që këja thash na një telefonin dorë, thash jo e këni pas bile ka një kalash. Kur shdrypën poshta e tha sa ujku, thash nalta sa rusha. Faktikisht dukon tamon e vijgjë, s'ukon kur kushiq. As po let s'ka po. Ka ndodhë, për shembull për një sezon, faktikisht 7 ditë, dhe në 15 ditë ka qenë sezon. Qashtu, gusht shikus? Ka fundi gushtit, dhe me 25 gusht. Atë gjatë dikon 15 gusht, 25 gusht, u konë që vishin do Tiranës, që ishin kështu për me nejtë, faktikisht me kanë fjallën për bungalovat, për me flajtë në për hotel. Edhe pse kanë qenë vishë 13 bungalovë, s'ka pas hotele tjera. 7 vjetë shatora kanë flajtë. Edhe për shumica kanë flajtë për camping. Po s'ki mujtë atje, 13 bungalova në kona, ato gjithin konë në zonë, prej dykujta. Ka ndryshu shumë. Nëse kap ke shtatori shikus, në market s'ke shakullore, mo. Se e logarit shenë, që s'ka mu turista, o kry 15 ditë që po thuti. Pasha që to 15 ditë. Sot ka turista prej krejt botët deri nëntor t'i ke turista. Shki jo, në me 27 nëntor për ditëlindje temu, në shkoj ka në era atje dhe bëj qef. A për para, se këna prit një shtatorin për shambull kur. Si veke se zakonisht të fryme e fundit, i theshëm na, kur frynë, se frynë shumë, që atër e ka fundi gushtit. A i rëzën me qadra, me... Edhe të tani theshëm likë dhe jem se më marra 5.000 ndreqe me asik, kështu që e ndreqem këtë këthejmë vitin tjetër. A më të mungon? Ajo ko mu po mungon shumë? Ajo mungon shumë. Ka fotografi shumë zjarin kure deshe në alo shkaj ndërmi vis për qatë tatër qasoj kohë, se i nxja plestat që naltim katun që janë shok që i kena pas atat vjetër të Shqipnis që jena sitë, se na kena nejtë shumë, ka 5-6 muj kena nejtë atë non-stop. Ta të ka met një mitësime ta, një kumari që i thojnë. Adhe se cili për shumë jam kumari një djallit atje që i ka linë fëmija që ashtu Dardani i ka për t'jam 10. Adhe një është, kena shoshni shumë madhe që ku do që shkoj në pashku dhe një ardin dërmi 2-3 ditë beles se lo. Që ashtu dhe në shkoj e vizitoj, po ku shkoj nuk në gjanë, mo s'ka të Po s'ka lidi me ata, është keq me thonë, po s'ka stim sa i përket hotelerisë dhe këtyne është. Së jam në kondër çmimeve mi rritë. Nuk o dosh mu betonizu që është betonizu. Pa plan, është gjuna. Kanë mujtë me bo shumë a bukur, shumë a rritë, po së konë dorën tonë. Qka të ka me dheri sot, diqka pika një që s'ki mund të realizu? Edhe që me ndonë me realizu Strela shikus? Restoran? Po restoran familjar, jo restoran kështu të... As jo si kur këto që po janë, tash janë insë zakonisht të nasit botë në diqka jenë, të në shkojnë këtë agroturizm. Jo, fancy shpensi s'kum pas qef këtë. Po as kësu agroturizm jo, se një qesin 5-6 sera dhe i mjellin do domate dhe tash të këti kena në të fresta. Jo, në kum pas qef, ta mon për shamu francez në për fshatra dhe italian t'i kanë qështut, këtu janë tratoria t'i dhojnë ata italian. Loj taverne. Ose braseri, thëjnë francez, që është mes restoranit edhe fast foodit. Po punojnë familjar zakonisht mrena dhe janë ketë 3 që shkojnë që i frekventojnë venet edhe janë... Po veni është shumë i vogël.
Po e kanë ushqimin më të mirë në botë për mua. Po si e vonë Ostrill? A i ki bu 42 ajo? Jo, s'jam unë 45. A 45 amë, me matematikë si o mira, mas po duke është heq? Jo, dokna si ma i ri. 42 se logarita 18-99, po Ja. Ja, s'duke është heq. Edhe si e vonë? Edhe jo. Ti që njëri gastronom, do më thonë, këtë botën, me? Herdo kur unë po thamë, është fundi jam më qaja. Tritet edhe pak, vajza, moreja. Fundi jam më qaja, se kjo për shembull nightlife-i, barat e natës, këto i bën njëri, i dhe i boj s'nalët, pa një merë madhe dhe për këta me bo, po nuk ka diçka që kom thonë që kom e bo të pa një jetën. është e ladhshme, është e... Flasim për Tilt Radio. Marrësh ku s'kom shku hala, kemi me shku mas emisionet. Flasim për idenë. Unë e kom pa në për fotografi dhe gjirime duket shumë bukur, shumë retro. Tilti ka nisë diçka tjetër krejt. Tilti ka nisë për faktikisht si internet radio. Ajo nisë si internet radio, kur u ktheva për Londrës, më therën një shokë më thiri me nëse, dhe kemi qenë një restoran, thate për të ndoj një kant për radio, thash po, e ndajtëm, Urban FM u shet, zdesha me shku me punu dikon tjetër me një media tjetër, desha më konë një panvarën, pak të thesha muzik me... A, më kujtotën qandër, po, shtash. Po. Tash, kur gjë muzik bile lëqaj për veti, kur s'kom pas qef një drejtar, i diçkafit me ma caktu mu qëfar, adë më nëshme më kalzu ti mu qësh me menajt në tavolin që to, se kamermani me më kalzu qëfar kuadrë me marë. Jo, së t'kallzoj qësh menajt, qësh dushtë? Po për muzik, për shemë, s'kom pranu kur kosh me më kalzu që jalla që ke kongë zbanë, lëqaj që të playlist, në emision temin, jo, në emision temin lëqaj që ka dushtë. U presha dhe atje, se pandemi, edhe dola në Dragodane gjeta një lokale, dhe faktikisht ato fillova si radio, që DJ-at kër vinë me performu muzik, e marrim 4-5 shumë vete, edhe vinë aty, kurqë që ata shpenzimet e veta i pagujnë, adë një hekin që ato pije që i kam pi, adë në s'ki nevojti me nëzirë pi gjepi tonë diqka, adë kontribojnë, por faktikisht se kjo community radio, jashtë për shumë ka shumë radio të komunitetit që i thojnë. Edhe kësha që DJ-at më konë si komunitet. Edhe nisën qitë koncept apo hiq? Qitë koncept e kom nisë. E nisë? Po, nisë kjo. Edhe? Po tani njerët e morën ato si barë. Edhe tani qatë shumë u knaqë njerës të ardhë, edhe janë nisën më me ardhë non-stop. Edhe u mosh jashtë, u mosh mrena. Sa mirë. Adë në shpërthej edhe tani vazhdova, thash, okej. Ja, dëna më orë. Edhe vazhdojmë, edhe kam jetë ashtë edhe si barë. Që fillim, jo si bar, por për shembull kom pas qef edhe si listening bar, se për shembull zërimi aty është i parapon për listening bar që ka jashtë. Është ekstra zërimi? Po. A, me s'po pres. Këtë pëlqen shumë edhe funky disco muzika. Është veç për listening bar, ku zakonisht barat jashtë janë, për shembull Anglia ka shumë, është ide e japonezëve kjo. Ata i thënë kisa bar ku e pinti një çaj dhe s'fol, po ngon veç muzik jazz. Edhe ti kemi shku me pi një çaj dhe s'kemi fol me kërkanish. Kemi ngun muzikë që po të lëshona i gazda i lokalit me plaka. Jashtë në Angli e kam po pak ma disco, që mund është edhe me fol edhe me kësy, po zërimi si zërim është prapi një që i thënë hi-fi, high fidelity që është zërimi ma i miri në botë për që të lej muzike. Po më pëlqen, edhe djenë Instagram në poshe kështë shirë, qa kaj gramofon, magnetofon, qa kaj... E kam, unë a thot njëtën e kam. Cili ke kjo se... Ajo është e Pionirit, është... E bona sejvë më pëlqen shumë. Ajo është bluseria e Pionirit, është 74. Po, tepër më pëlqen. Që para mënova vetër e kom i shpi gjigante edhe një qosh. Unë qitash e kom kompletu në radio që ato krejt. Se dhe e kom pas njëre vish ato poshtë, ta në vish atë trakashin që i thujnë rill to rill, ta në tjetër në stashvone kom kompletu krejt. E kur e poshë e pas ka dhe dikush tjetër, thasha, okej. A beson që kur thaj një apo një, është kjo kisa bar, ku ti e pi një qaj shikuz? Sa ata qaj ti thënë kisa. Kisa, qaj. Edhe veç dëgjër muzikë edhe nuk flet, për një moment, atë shumë e përjetova, një lloj meditimit, është vesa interesant. Ata e kanë çdo bile edhe në përbanesa e shfrytëzojnë, për shembull njerëz që janë maraklit pllakave, edhe të zërimit, i ndreqin dhomat në shtëpi, edhe çojnë ftesa me telefon ose me çka do, dhe thonë prej mërkurën ora 8 deri në ora 10 jeni çaj të ftuar te ona, sikur të na shi thirrën për çaj. Po s'ka me fol aty me thon ç'a bën ti ç'os bën. Ulën, ngojnë, pinë çaj, zakonisht pinë ata Japanese whisky që është whisky më i miri në botë që 70 vjet e fundit. Edhe veç ngojnë muzikë, rrinë aty, kur të hiq solën. Meditojnë faktikisht. Por na shohin shumë shikues dhe nuk kanë dëgjuar për lokalin tënd, na trego prej orës sa deri sa çu punon. Prej orës 6 në mbrëmje deri 1. A ka faqen Instagram? Po,
Po, Tilt Radio. Tilt Radio, shikus, unë po shkoj mas emisioni, hajdeni edhe ju prej nesër e hane. Ka shumë për me fol, po e kam edhe një pyetje krejt të fundit, se për hargjoj që të langë shikus edhe po shkoj Tilt Radio, gëzuar me Santat, kom shkoj e pini koktel. Bile mere 2 qëse të maraj me këta. O, krejt, qashtë në shikus bja bojnë. Qka me ndonë për gastronominë? Dikush po thotë, po hargjohet, s'po hargjojnë pare që kanë hargju ma herët. Të na? Qysh pesheti që to? Jo, të na e kanë bo bërlog shteti, është. Hajde. Se ketë se këtu në ka numër 1 në Ballkan për nightlife, për bara, për... Qysh në ranim dhejdush me nalë muzikën, se kuptojnë këto. Hajde, tregona. Tregona dhe mu dikosh, së nëse kuptoj. Ka qenë në pandemi, adem e kuptoj se ka qenë pandemi, po tani piq atëherë të umeda, ja dhe kur kush do që bëhet kryetari i Prishtinës, s'do më thonë që kreve na pëlqen që e kryetar, ose kreve s'na pëlqen, po kush do që është, do dikush mu marrë me këtë punë, me ndreshmi, po le caktume, se së është vish puna muzikës, është puna edhe cigarës mrena, është puna edhe pjeve alkoholike, është puna edhe orarit, është puna edhe lagjës, ki shumë sene që mujnë më ndresh me ligjë, janë shumë të leta, është me licencë jep. A do me punu mas 12 natës? Po, që ka që kushtan? A do me pi cigare mrena në lokal? Po, që ka që kushtan? Edhe t'i arrit taksën që ati lokalit që pas, edhe kitë ndreshit kjo. Tane aje me që ato taksa, ja arrit pijet atina, edhe ma në ketë njës. E prisha e licencën, ja tërhek licencën edhe kryet. Dhe jo të nas dit as kush përna ndejnë 2, kush përna ndejnë 1, kush përna ndejnë 3 natë, kush përna ndejnë 6 mëngjes. Vjen polici për shembull dënon ty njëjtë që i ki 5 veta mrena, si kur një klab, mos përmenë me emra, që i ka 2 milion veta mrena, i cili fitimin të dhe aj, e keni shumë dalash, kurse të do të hani dënimin 2.000 euro. Pajtona, nuk ka fare. E nuk është, adin është jashtë sistemet, e për që ata njerës për shembull që ky vikendi i kalum, nëse qatë ditë që e vrenë që është e hanja pushim, dhije që kush njës në njërin Prishtinë kush. Se ke shkojnë Shkup, Tiranë. Selanik, po. Shqipni, Bregdet. More 99 euro në Milano për shkojnë. Qëra, hajde shumë mirë që po shkojnë, po shumë keq për vendin tonë. Vikendin e kalum, keq në Gjakov, mas 8 viteve. Ata shumë mirë që po shkojnë, se s'kanë ku me shku tjetër. Po që shumë keq që s'ka diçka të na, për me nejtë shikus, me kalu një vikend. Pse me nejtë, kur ta më shelë në oranim 10 edhe ti me pare tua, s'ki ku shkanë. A beson që ka 8 vite që s'kom qenë Gjakov, se dikush kusha me emisione? Po kjo problemi madhë është, këtu duhet me ardhë dikush si s'pedi si kush me thonë. Më konë dikush me që keqë ndorë, që vjen dhe qështë të më konë edhe më shelë në krejtë. Isha nëshon se Kosova nuk ka Bregdet, ka male, ka natyrë, edhe është që kjo jeta e natës që kjo edhe me upe dhe qëta. Për shemë, kejtë Tirana për para uartë të na, unë e di prej, për që ata dhe erdhen të na ndërmi kër e qelim. Se ne na konë shumë pak ma përpara se ata sa i përket gastronomisë, kafës, macchiatos, ata s'kan ditas kafe me maru. Sot, ata janë 15.000 hapa para neve. Sot me shku në Tiranë, i ki barat, a investimet në banjë që i bojnë, ata nëse i bojnë në kitë lokalin. Po, so faj aty në është, faj këtu të natë dikush që e ka prish, se ka menu mirë, po du me thonë. S'ma mërmene se dikush e ka bo me qëllim, po veç puna e pa ditu nisë edhe ka kjo gjuna. So mirë shikuj që e kom filtrilo në mision. Shumë mati s'pas ma falë, s'kemi folë. S'kena bo që si mua bete të i. Po dhe, ma jo ishte knatësi, sinqeresh me të pasë dhe me të gatu. Na jemi në Instagram Friends, po s'me sa njerin jemi dhe nuk shihemi, po nuk dim, ndoshta edhe që ajo, që ndalin storjet e Strellës edhe i ka shumë interesante, poston muzikë të mirë, që më inspiron edhe mu, ka pas rasta që story që ki postu ti, e ka marrë më inspiru e kom zjerë edhe une, e ki një shije për që ata njerë po kujtojnë që po shijem ta në shpesh, se do në qashtu si shon njerës, po kur i shon storyt më dogo që e kum pa shto dit. Faleminderit që erdhe dhe pse je me grip, po pyetja e fundit, se unë nisha të sa, po pyetja e fundit, Këtë fundit kërkon. Podcasti shpresoj deri në shtator me përfundu. Se unë përdu në shtator me lansu, përdu mi pregadit, përdu me bo si kur s'kudish me thonë. Sezona janë isë. Si Netflixi. Komi bo 8 epizoda, sezona e parë, komi gjiru. Edhe komi lansu në shtator. Bravo. Gjatë lansimit atyne, komi gjiru 8 tjera, edhe me... A e kjo apë kanalin YouTube? Po. Ka me YouTube, me Spotify, me... Apo? Që që ka kanalin? Të po subscribe? Me Tilt janë kejtë. Tilt Radio, subscribe. Nëse kom telefonin shumë dhe ta marrë thash qikues.
Aty kanë me dalë krejt edhe Bravo, që super. që s'do me thonë që janë edhe për televizione, po s'do më konë pjesë e televizione, do më konë marrëveshje jashtë ta televizione. Shikues, I pëlqen produkti? Pay per view. Ja, të lutem. Shikues, po shkoj marketing, ta mbyllim me Strellën bashkë emisionin. Apo, s'kemi me shkon Tilt Radio. Tilt Radio, sa bukura, sa e mëri bukuri që lumë. Bravo. Ata ka zedhe që ta. Hajde, Që ka mjetë emni. Hajde. Se kete marova, kete për ramërës dhe shak. Edhe pa ta folë me Totonin në shak. DJ, shikues, E, se me aje pa të lënë edhe emnin Urban FM-it. Okej. Motë se kom pa Totonin. A është mirë? Po. Mirë? Tot, thash, gjema një emër, thash për radio, thash se këtë salet jam të i kry, thash vi që ato s'pedi, thash me. Tha, pa mena, tha. Thash, po tu menu dhe të mu ka bo truni tilt. Për para tilt i kanë thonë fliperat ku t'lun, me topi aty dhe dilke në ekran tilt, që dhe me kur t'blokush. E të na kanë thonë gjithë, kur jetë tilt, je i blokum, je ki stagnus, më t'ish me thonë edhe je si t'u dridhë. E qaj është tilt. Thash për shumë, që ashtu prapë, tilt është për mes, e emni pra. Që aty pat mitë. Edhe u konë emër që pa ta inë internet me lypa, ka dikun tjetër tilt, jo. Domenat jëngon të lirë, atë në këto krejtë të konë, s'ka pas të konë original. Edhe qaqë. Bravo. Këta është të shkjera në marketing. Po shkoja marketing, shikohet se të ndroni kanalin, se do të mbyllim bashkë me Strellën edicionin. Që pra, ku këthejem edhe nere me anën musafirën tonë, jena konë rreth afro gati një ora, Gati një orë, bashkë. Kështu që jerdhën fundit. Jerdi fundi, sa shpejt, shumë shpejt shkoj. Për që shto thërëm gjithë se shku si 15 minuta. Mendis po prasë, kur ta bon podcast e shikus, jo, mbo shumë podcast a mendin tonë, ka të mirë, ka jo të mirë, po punot, me rëndësi po është vullneti njerës me bo diqka, qa është me punu diqka. Faleminderit shumë që ishte dhe sot këtë të djelë me neve, sot ishte me Berat Gashin, a.k. Strella është këshikues. Ca keni kemi përballë me Roninin, Tulipan Flower Shop, faleminderit për lullet e bukura, Jana për grimin, Flokë Dashi Krasniq që mi ka prej dhe mi ka knoq. Ciao Berto për super kuzhinën, pëlqej Ciao Berto, ta dhash duratën, eja e ki pa fat. Për para e më konë, po si më konë matë, si më ka ra me... Po kur i pa shankerisë, nuk e kum ditë për shankerisë. E kum ditë për kuzhina, për salona, për këto sanet, po për shankerisë nuk e pasë. Qysh ti qef, hajde na i ditë, ti bojnë dash metalike, qysh dur që me të qëndru sa ma shumë. Jo, ja zgjidhe, unë e kështu ja ka dzejtë saktë, tani veç i ndreshëm na i bojna me shije tonën. Shikues, nga Argo Grupi kemi një dhurat për Strellën. Strellë, këtu e kam, po, kam roze, kam vend të kuqe, kam sangria, çka po kisha? Roze kam qefon. Roze, ja, no. Nuk marrë vesh prej rozejave, po më duket është franceze. Shife? Produkt të Fransë. Apo? Të bëf të mira. Para se me dalë prej këtu. A kaluve mirë, ju pësa ebë musafir tonë, po a kaluve. Jo, seriozisht po, se... Dhe je pak smut. Jo, jo më konë, unë thash, më dhike kesh me ase, po s'desha se desha që këmë na shku këkalaj dhe desha që s'është në i farë stressful, është emision që është pa... Relaksus, është pa gajle, pa kërgjesh, kështu që... Thank you, kur dush. Këtu i nësë të mos shtu me dhurata, kur dush të me hangër me asë. Shikus, fjallën e majtë, fjallën po e mbaj. Prej shies anës. Po shkojnë atja? Ku po shkojnë? Hajde, në tilt, po shkojnë tilt radio. Tilt radio, shikus. Ju përshëndes, kaloni bukur.